Në kuadër të 35 vjetorit që riktheu lirinë e besimit në Shqipëri, miftyi i Shkodrës Imam Muhamet Sytari priti një takim në ambient të xhamisë së Plumbit, Imzo Giovanni Peragjinen, arqipeshkëvjar të dioqezës Shkodër-Pult. Në fjalën e tij, Imam Sytari tha se festat i kemi bashkërisht dhe uroi që bashkëpunimi dhe respekti për njëri tjetrin të vazhdojë përgjithmonë. Edhe ashtu sikurse e themi shpeshherë, në Shkodër festat, gëzimet, por jo vetëm, i kemi bashkërisht. Edhe don Zoti që sikurse kjo buqet e luleve që tërheq njerëzit prej larg dhe prej afër, ashtu edhe bashkëpunimi, edhe harmonia, e vllaznia, e bashkëtesa në mesin e qytetarëve muslimanë të krishterë, por jo vetëm në këtë tokë, të vazhdojë kështu përgjithmonë, që ta vlerësojmë njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, dhe t'i dëshmojmë Zotit se jemi të aftë për ta mbajtur jetën me vlera dhe me dinjitet në këtë botë. Ndërkohë Imzo Peragjinen tha se kjo ditë na bën të mendojmë çfarë do të thotë çlirimi i besimit. Është diçka që na bën të mendojmë çfarë do të thotë çlirimi. Çlirimi i një kombit, çlirimi edhe besimit, sepse këtu në Shqipëri për shumë vite ka qenë ndaluar shpreha e besimit. E besoj që çlirimi i besimit nuk është vetëm në themelin e demokracisë. Çlirimi i besimit është, mund të themi, diçka që na përket si njerëz. Është në themeli i dinjitetit të njeriut. Një koment u dha dhe për qëndrimin e komunitetit fetare kundër ligjit për barazinë gjinore. Imzo Peragjinen tha se duhet kemi kujdes të mbajmë traditat tona dhe integrimi në Europë nuk do të thotë që duhet të humbim traditat tona. Parlamenti shqiptar edhe klasa politike në këtë rast ka reflektuar si duhet, edhe do të respektoj tabanin edhe nuk do ta pres në besë tabanin e këtij komi dhe këtij vendi për interesat cinike të agjendave që nuk janë agjendat e shqiptarëve. E Zoti i rujtë i bekov shqiptarët, ashtu siç Zoti don në tokë, e na rujt nga devijimi dhe shturja, se ajo është katastrofë e madhe. Të gjithë ne si komunitet fetar jemi të bindur për çfarë kemi deklaruar, jemi të bindur që familja, njeriu është i krijuar sipas vullnetit e Zotit. Unë e kuptoj edhe politika, flitet për politikë, integrimi në Europë, që janë edhe gjërat që politika do të mbajë, do të vazhdojë, por ne do të kemi kujdes të mbajmë edhe traditat tona. Pavarësisht integrimi nuk do të thotë që ne do të humbim traditat tona. Atëherë populli shqiptar ka një traditë për sa i përket vlerë familjes, për sa i përket edhe respekt për njeriu që është mashkull dhe femër. Atëherë mirë integrimi për sa duhet, por do të mbajmë edhe identitetin tonë shqiptar. E kjo do të është një detyrë për çdo qytetar, jo e politikë do të ketë parasysh. Komunitetet fetare në Shqipëri kanë shprehur qëndrimet e tyre kundër ligjit për barazinë gjinore që pritet të kalojë në parlament.